Për sezonin 2009-2010, drejtuesit e AD-s kanë projekte ambicioze si në infrastrukturën sportive, por edhe në ndërtimin e një ekipi cilësor me pretendime si në kupë ashtu edhe në kampionat. Pas një periudhe të gjatë pushimi, duket se drejtuesit e AD-s së Velipojës kanë nisur të mendojnë për të ardhmen e këtij ekipi. Për sezonin e ri, drejtuesit më të lartë të këtij ekipi flasin për projekte ambicioze si në infrastrukturën sportive, ashtu edhe në ndërtimin e një ekipi cilësor me pretendime të mëdha. Kryetari i komunës së Velipojës, Nikol Marku, pasi ka falenderuar të gjithë ata që kontribuan për AD-n në sezonin e kaluar, ka folur edhe për projektin më të ri të administratës së tij, që lidhet me stadiumin Adriatik në Velipoj. Për sa i përket ndërtimit të stadiumit, unë së bashku me ekipin tim që më drejtoj në administrat, kemi hartuar planin rregullues për sa i përket stadiumit. Edhe ju them këtë, duke gjetë raste të përshtes të gjithë komunën e Velipojës për fitoren që i dhanë Partisë Demokratike. Ju jap fjalën në bashkëpunim me deputetin që ju uroj suksese për mandatin, që mërna mandatit stadiumi do të vazhdoj ndërtimi i tij. Nuk mund të them që 100% që do të lëhet, por do të kemi një stadium me parametra ndërkombëtar. E kam thënë në fillimin e mandatit tim. Si që kam thënë për çdo lloj objekti, si rrugë, ujësillce, shkolla, qenështërore, edhe të tjera probleme që kemi pas, edhe për sa i përket plazhit, që kemi arritur sukseset, me qenë se edhe një herë na vëndësuan dhe na futi borx realisht ky komunitet, dhe ne do t'i bëjmë në realitet të gjitha objektiva. Por thuajse në të njëjtën linjë me kryetarin e komunës, sa i takon projekteve për të ardhmen e ekipit Velipojak, është edhe presidenti Alfred Pietri, i cili mendon ndryshe AD-n në sezonin 2009-2010, duke shpresuar tek mbajtja e premtimeve të disa biznesmenëve që mendohet të afrohen pranë tyre, si dhe synimet për sezonin e ardhshëm. Ekipi i AD-s Velipojës për këtë vit ka disa synime tjera lidhur me vazhdimsinë e kampionatit. Edhe vitin e kaluar ne nuk përfaqësova mirë, pavarësisht nga rrjedhjet që kishim, atë që tani më dihen. Këtë vit kemi lënë dhe një takim me disa biznesmen tjerë për të bëjnë një mbledhje shumë të shpejtë brenda këtyre viteve. Por ishte edhe kjo periudha fushat zgjedhore që ndoshta na largoi disi për ta shtruar takimin. Lidhur me takimin kryesisht do të flitet me udhëtej që janë afro të ekipi, kanë qenë gjithmonë pjesë ekipi, por tani më me që jashtë edhe deputet i zonës, së bashku me kolegun Matia, brenda 10 ditëve do të kenë takimin që deri nga mesi i fazë, dhe kemi filluar dhe fazën përgatitore, që si me synime konkret ndryshme. Ekipi i AD-s së Velipojës në sezonin 2008-2009 zuri vendin e 8 në renditjen e përgjithshme, një pozicion shumë komod për Velipojakët, ku pretendimet e tyre fillimisht kanë qenë të siguronin mbijetesën në kategorinë e parë. Ky objektiv është i kaluar, ndërsa për vitin 2009-2010 duket se Velipojakët do të pretendojnë për më shumë se kaq. Këto përfundon